Replika mes ministres në detyrë të drejtësisë, Albulena Haxhiu, të vetëvendosjes dhe deputetes së zgjedhur të LDK-s, Hykmete Bajrami, ka vazhduar në Facebook. Bajrami, dje në një postim, shtroi pyetjen se nëse kryeministri Albin Kurti dhe kabineti qeveritar do të japin dorëheqjen bazuar në ligjin për qeverinë, ku thuhet se të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar duhet të japin dorëheqjen nga pozita e tyre para se të certifikohet rezultati i zgjedhjeve. Bajrami, se nëse rezultati do të certifikohet këtë të shtunë, kjo nuk kupton se Kurti dhe ministrat e tij duhet të japin dorëheqjen. Kësaj deklarate i reagoi Haxhiu në një postim në Facebook, ku ju drejtua Bajramit dhe tha se shpallja e rezultateve dhe certifikimi janë procese të ndara dhe të ndryshme. Hykmete mos i ngatroj gjërat si zakonisht. Shpallja e rezultateve dhe certifikimi janë procese të ndara dhe të ndryshme. Nesër mund të bëhet shpallja e rezultateve, jo certifikimi, shkroi Haxhiu. Por përplasja mes tyre nuk përfundoi këtu. Ato të dyja vazhduan replikat në sesionin e komenteve poshtë postimit të Haxhiu. Albulen, ty të marrë seriozisht veç kur të përgjigjesh në këtë video për ndryshe komentet e tua, pa ditë çka kam shkruar duke lexuar vetëm titujt? Nuk i marrë seriozisht, i shkroi Bajrami, derisa i bashkëngjiti një video ku ish kryetarja e gjykatës kushtetuese, Gresa Caka, u shpjegonte disa çështje gjyqësore. Hykmete Bajrami, pasi të kesh kërkuar falje për huqjen, do të mund të përgjigjem, ishte replika e Haxhiut. Në koment, Bajrami sërish reagoi rreth ligjit që ka hyrë në fuqi në vitin 2022. Albulena Haxhiu, ku ja kam huq, këshyre ligjin. Qysh e ke shkruar? Unë kam thënë, nëse rezultatet certifikohen nesër, duhesh me dhënë dorëheqjen sonte. Ai kupton fjalën nëse, me siguri jo, se kështu ja ke huq me krejt ligjet që 4 vite. Hykmete Bajrami, natën e mirë, shkroi më pas Haxhiu në postimin e saj.